mësimet që nxjerrim nga ndodhia e caktimit të kalendarit sipas hijretit. Padyshim se mësimi i parë që nxirret nga kjo ndodhi është vlera e hijretit. Vlera e hijretit pra si një ndodhi e madhe në historinë e muslimanëve, dhe këtë nuk mund ta kontestoj askush, se hijreti ka një vlerë dhe rëndësi të madhe në historinë e muslimanëve. Pra hijreti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Mekë në Medinë. Me këtë ndodhi mor hov feja Allahut subhanahu wa taala dhe u përhap në të gjitha anët e botës. Mësimi i dytë me rëndësi që mund përfitohet nga kjo që e tham është rëndësia e konsultimit. Sepse Omeri radiallahu anhu, edhe pse ishte prej sahabëve faktikisht sahabiu më i madh pas Ebu Bekrit radiallahu anhu, dhe këtë e dinin gjithë sahabët e tjerë, sepse pejgamberi alayhis salam va kishte potencuar një gjë të tillë. Mirë, po edhe për shkak kësaj, Omeri radiallahu anhu nuk vendosi pa u konsultuar. Nuk vendosi pra të themi në mënyrë diktatoriale. Unë kam vendosur kështu edhe u kry puna. Jo. Po u konsultua me mexhlisin e shurës. Mexhlisu shura i thonë gjuhën arabe, mexhlisi i konsultimit. Pra njerëzit më të ditur, më të vjetur, më me përvojë, është sunet që udhëheqësi muslimanëve të konsultohet me ata. Që udhëheqësi muslimanëve kur ta bjerë një vendim të rëndësishëm të jetë në pajtim me mendimin e njerëzve më me vlerë të atij vendi dhe të asaj kohe. E mos të jetë pra në kryet vetet apo në mënyrë diktatoriale. Dhe Allah subhanahu wa taala kështu i ka cilësuar besimtarët, duke thënë wa amruhum shura bainahum, dhe çështja e tyre është konsultim në mes veti pra. Besimtarët kur marrin hap për ndonjë çështje të rëndësishme, konsultohen mes veti, konsultohen në mes veti. Pika e tretë me rëndësi që mund ta potencojmë prej kësaj ndodhie është rëndësia e mos përngjasimit me qafirat. Pra rëndësia e umetit i cili është umet i veçantë dhe nuk përngjan me jo besimtarët në asnjë pikë prej pikave jetësore. Dhe këtë rëndësi e kishin parasysh sahabët kur e morën këtë hap pra, që kalendari i tyre të jetë i veçantë, që fillimi të jetë ndodhi e madhe në historinë e Islamit dhe metoda se si ata e masin kohën të jetë e veçantë. Nuk ju interesoi atyre se dikush ka filluar që ta mas kohën që për shembull 570 apo 80 vite. Sepse krishterët tashmë kishin filluar që më shumë se 500 vite që ta matin kohën. Nuk ishte diçka e re pra kjo gjë. Mirë, po kjo nuk u interesoi sahabëve. Nuk u interesoi se dikush mund thoi që këto janë 500 vite mbas për shembull. Edhe pse në realitet kjo është 500 vite para, nëse marrim në këtë kontekst, edin, dikush thot ju jeni ende në vitin 1430 për shembull, 33, 34. Ne i themi po mirë, ato krishterët si kanë qenë vitin 1430. Tamam, ne jemi në vitin 1430. Mirë, po shife realitetin ton tash në vitin 1430 edhe shife realitetin e krishterëve në vitin 1430 sipas tyre. Edhe bën e krahasimin. Atëherë do ta shohësh se kush është më i përparuar, domethënë në formë mahis. Se kjo është diçka, e din që njerëzit e mençur nuk e përdorin si argument, jeni mbas para, kjo është fjalë pa lidhje, domethënë, mirë po nëse helbet dikush e thot këtë, kjo është përgjigja, domethënë. Andaj sahabëve nuk ju interesoi kjo, nuk ju interesoi se ata janë pak më herët në këtë aspekt, për shembull, problemi i madh. Ne e kemi, feja jonë është kjo. Ne kemi këtë kalendar, ne fillojmë këtë datë dhe ne veçohemi prej umeteve tjera. Dhe kjo nuk i pengoj që muslimanët jenë udhëheqës të botës për 1000 vite me radhë. Pra nuk i pengoj as pak, pse ata e quajtën vitin 1, kur dikush tjetër e ka quajtur 560, hajtajt ose 570, nuk u pengoj që ata të jenë përsëri më të zhvilluar, më të fuqishëm dhe
më të përparuar se gjithë të tjerët. Dhe kjo është pikë më rëndësi, pra që muslimani mos të përngjasojë me qafirat. Dhe kjo është prej, mund themi, prej qëllimeve të mëdha të shariatit. Prej rregullave të mëdha të shariatit, pra prej pikave të rëndësishme të shariatit. Dhe një mesele, një çështje konsiderohet e tillë, pra prej pikave të rëndësishme të shariatit ose prej rregullave të mëdha madhështore të shariatit, atëherë kur argumentet shumëta e potencojnë të njëjtën gjë. Për shembull namazi, ke me qindra mira argumente ndoshta që potencojnë rëndësinë e namazit. Dihet kjo mos përngjasimi me qafirat nuk është prej 5 shtyllave të Islamit, kjo dihet, mirë po është prej rregullave të mëdha të shariatit, sepse shumë argumente, shumë dispozita, shumë ajete, shumë hadithe, shumë mesele ndërlidhen dhe i kthehen kësaj mesele. Pejgamberi alayhis salam edhe te çështja e mjekrës e ka ndërlidhur me këtë mesele. Kur ka thonë për shembull, lëshoni mjekrat dhe shkurtoni mustaqet. Ka thonë khalifu el mejus, kundërshtoni mejusat. Mos përngjasoni me mejusat, pra me zjarputistat. Gjitha meselet shariatike, pra shumë prej meseleve faktikisht shariatike i kanë ndërlidhur me këtë pikë. Dhe kjo tregon se kjo pikë është me rëndësi. Pra është prej rregullave të mëdha të shariatit. Si për shembull, prej rregullave të mëdha të shariatit është urdhrimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Pse? Sepse shumë argumente, qindra ndoshta mira argumente e potencojnë këtë pikë pra në veçanti. Për dallim ndoshta nga ndonjë çështje tjetër e fikut që ka ardhur 1 ose 2 argumente për çështje të veçantë. Këto janë pra rregulla të përgjithshme. Rregulla të përgjithshme të shariatit. Pika tjetër që ja vlen të potencohet është fikhu i Omerit radiallahu anhu, si thojnë dietarët, apo dituria e Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu, i cili nuk tha pejgamberi alayhis salam nuk e ka bërë këtë, edhe Abu Bekri se ka bërë, andaj s'më takon mua ta bëj. E diti se kjo ka bazë në fe, domethënë, kjo vepër. Sepse pejgamberi alayhis salam kujdesej pra për hyrjen e muajve, për fillimin, mbarimin e muajve. Muajt ishin çato muaj që i ka shfrytzuar pejgamberi alayhis salam, muajt hënor pra. Andaj nuk ishte diçka e re. Edhe Omeri radiallahu anhu e dinte këtë gjë. Po edhe sahabët tjerë e kuptuan këtë gjë, se çështja është pra çështje administrative, e nuk është çështje ibadeti, nuk është çështje adhurimi. Andaj nuk mund të themi se është bidat për shembull. Edhe nëse i themi adhurim në disa aspekte, përsëri është diçka që ka bazë në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj askush nuk mund të argumentohet me raste të këtilla për të arsyetuar pastaj shpikjet e ndryshme në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak edhe arrim tek pjesa e fundit e dersit sotit, që është gabimet që bëhen me këtë rast. Tash, pra kur do të vijë kjo data apo viti i ri hijri, bëhen gabime. Bëhen disa gabime. Gabimi i parë është se shumë prej njerëzve kanë keq kuptim, mendojnë se kjo është një festë fetare. Mendojnë se viti i ri hijri është festë fetare. Nuk është e vërtetë. Festat fetare në Islam janë 2. Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Nuk është festë fetare, sepse përndryshe do ta festonte pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam nuk e ka festuar pra fillimin e muajit Muharram, për shembull përfundimin e muajit Dhulhijhe dhe fillimin e muajit Muharram. Nuk e ka festuar pejgamberi alayhis salam. Andaj nuk mund t'i themi festë fetare. Kërkund asnjë ajet kuranor, as hadith nuk thot viti i ri është natë e madhe, për shembull, nata e vitit të ri, për shembull, hijri islamik është natë e madhe, andaj duhet bëhen për shembull 30 rekate nafile ose 40 ose 50, edin. Nuk është caktuar një gjë e tillë. Andaj prej gabimeve që i bëjnë shumë prej muslimanëve është se e caktojnë një gjë të tillë. Dhe me këtë e shkelin urdhrin apo ndalesën e Allahut, i cili thot la tuqaddimu bejne yedej Ilahi wa rasuli. Mos dilni para Allahut dhe pejgamberit. Allah ju thot muslimanëve mos dilni ju para Allahut dhe pejgamberit. Qëndroni pas pejgamberit alayhis salam. Mos i dilni para ju t'i tregoni atij diçka, jo. Po ju pasojeni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj në momentin kur ne
e caktojmë këtë si natë të madhe që duhet bërë ibadet, apo e caktojmë me ndonjë formë të veçantë të manifestimit apo të ibadetit, në po atë moment ne kemi dalë para pejgamberit alayhis salam, sepse po veprojmë diçka që s'e ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj gabimi i dytë është se disa prej, dhe kjo ndodh më shumë prej, më thonë, muslimanëve që nuk janë fetar, dhe ndodh ndoshta jo në gjitha vendet, por në disa vende ndodh që e festojnë vitin e ri të muslimanëve njësoj si qafirat që e festojnë vitin e ri, do të thonë, të tyre, me këngë, me valle, me përzierje, me alkool e kështu me radhë. Padyshim se kjo është gabim. Andaj kjo dihet në esencë se është gabim. Madje dikush mendon se ato bo se va, pse nuk e feston atë vitin e ri, edhe pse ai që e feston këtë zakonisht e feston edhe atë, mirë po mendon se tash këtu e ka më mirë punën, pse është viti i ri islamikisht. Nuk lejohet, pra, kjo formë e festimit nuk lejohet. Ndërsa ushqimi i mirë, pra halal, pa alkohol, tubimi me familjen është i lejuar. Andaj mos e cakto këtë natë ose një natë tjetër, festo kur dush me familjen tonë dhe blej ushqim të mirë, kur të kesh mundësi, hapi mirë, dil, shetit, nuk ka patjetër të bëhet në këtë natë, pra që të veçohet dhe me këtë të përngjasosh jo besimtarëve të cilën të njëjtën gjë e bëjnë pra me vitin e ri të tyre. Edhe dikush kur i thu për shembull mos e festo vitin e ri, thotë ai po këtë na i ndalut. Jo be vëlla, mos e feston këtë ditë, gjatë vitit festohet 30 herë nëse don. Mirë po mos e cakto, mos e bën të caktuar, pra në formë të festës cilën ti e cakton. Ti ushqehu, kënaqu me familjen tonë dhe mos bën haram, mos pi raki, kur dush brenda vitit sa herë që ta don shpirti, kënaqu. Mirë po mos e cakto atëherë kur armiqtë e Allahut thonë se ka lind djali i Allahut. Sepse kjo është një mëkat i madh, domethënë. Dhe gabimi i katërt, apo gabimi i tretë që bëhet në këtë rast është se caktohet një aktivitet i veçantë i cili vazhdon për secilin vit. Tamam, viti i ri i Hijri për shembull mund t'i përkujtosh njerëzit, t'u tregosh rëndësinë, vlerën e kështu me radhë, mirë po ta caktosh një aktivitet veçantë mund atë natë dhe e tilla të përsëritet secilin vit është pak problematike. Ndoshta nuk është ndonjë gabim shumë i madh apo bidat shumë i madh, mirë po nuk është po ashtu edhe prej udhëzimit apo sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij. Nuk është pra prej udhëzimit të shokëve të tij. Sepse ata nuk e caktuan këtë natë për ndonjë gjë të veçantë. Pra, nuk e caktuan që ta bëjnë një ibadet apo një manifestim të veçantë këtë natë secilin vit, sepse kjo shndrohet apo kthehet në formë të festës. Kthehet në formë të festës. Dhe dikush mund të mendojë se kjo është pra ngushtim i njerëzve apo ngushtimi i hapësirës për të bërë aktivitet, mirë po në realitet është e kundërta. Në realitet është e kundërta. Sepse thamë mos e cakto këtë, mirë po ti kërkohet prej teje që të bësh ibadet gjatë natës secilin natë. Mirë po ta caktosh një natë veçantë me një ibadet veçantë dhe me një shpërblim të veçantë, kjo kërkon pra argument prej Allahut subhanahu wa taala. Për shembull nata e Kadrit, 10 netët e fundit Ramazanit, 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijja, gjitha këto kanë argument nga ana e Allahut subhanahu wa taala për të caktuar me këtë lloj ibadeti. E hana dhe e itja, agjerimi i 3 ditëve të bardha që quhen 13, 14, 15 prej një muaji. Gjitha këto kanë argumente prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj sikur edhe kjo natë të ishte e ngjajshme e tillë, pejgamberi alayhis salam nuk do ta linte pa e sqaruar. Për këtë shkak secili i cili shpik diçka në fe,
në realitet po e akuzon pejgamberin alayhis salam se nuk e ka sqaruar një gjë të tillë. Ai me fjalën e tij nuk e pranon asesi një gjë të tillë. Mirë po gjendja e tij apo halli i tij e tregon të kundërtën. Sepse ne i themi, tamam, a beson ti se kjo është mirë bëhet kështu? Po. A beson se pejgamberi alayhis salam gjitha veprat e mira na i ka treguar? Po. Atëherë pse nuk na ka treguar edhe këtë vepër pejgamberi alayhis salam? A është nata e madhe, për shembull, nata e hijretit, nata e vitit hijretit, që fillon pra viti i ri hijretit. A është natë e madhe? Po. Po pse pejgamberi alayhis salam nuk na ka thonë se është natë e madhe? Se duhet të veçohet me ibadet. A ti po e din fen më mirë se pejgamberi alayhis salam? Secili musliman që ka iman në zemrën e tij do të thotë jo, nuk është ashtu, dhe do ta pranoj gabimin e tij, pra.